Dita 5 për gjetur brioshin më të mirë në Tiranë. Brioshin tek Ledistrik. Ledistrikti ka qenë shumë i votuar. Është kështu flaky, krokant, dhe kremi brenda. Duket shumë i lezetshëm. Çmimi është 280 lekë, ama shija e gjalpit është fantastike. Vetmja gjë është se ndoshta është pak i ëmbël. Për shijet e mia, këtë brenda do doja të ishte gjalpa jame. Kam marrë edhe 2 croissant nga My House, që mezi po priste t'i provoja. I pari është ky me pistakjo, që duket super i mirë. Shikojeni pak nga brenda. Dhe brenda është perfekt. Kremin e ka vetëm sipër. Është super krokant nga jashtë. Shumë i mirë. Wow. Dallohet që e ka shijen e gjalpit, po nuk të mbyt. I My House më sugjeruan edhe këtë tip croissant është edhe kjo, por thjesht ka forma ndryshe me çokoladë belge. Faleminderit. Gjithë mirat. Mirupafshim dhe ju. Kjo që nga realisht fantastike, më pëlqen shumë. Shkoni pak shtresat. Nivel tjetër.